kur Amerikanët e përdorin këtë ndaj izraelitëve për një arsye të paarsyeshme që nuk qëndron, imagjinoni çfarë mund të bëjnë nesër rusët, imagjinoni çfarë mund të bëjnë nesër India dhe Pakistani me njëri tjetrin. Pra, imagjinoni se çfarë mund të bëjnë nesër Kina edhe disa vende të tjera të cilat kanë bomba bërthamore dhe nuk i kanë deklaruar. Imagjinoni se çfarë mund të bëjnë nesër Korea e Veriut. Dakor, po si do ta zgjidhë SBA këtë situatë dritan? Sa kohë jemi? Çdo lloj unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu siç i kanë bërë deri më sot punët e tyre, në këtë kaosin e tyre kreativ, pra këta i quajnë kaos kreativ, i lindur prej vitit 2001. Nga Condoleezza Rice. Më fal që të ndërpres, sepse po vazhdojnë të zhvendosen, domethënë avion amerikan, 10 avion amerikan C-17 që po çojnë sisteme armatimi në Europë dhe bazave ushtarake amerikane në lindjen e mesme.